shkrou disa fjali të shkurta, po në mjaft do me thënë të varri të dha i fundit ba. Para me e rënë mira qytetarë, këtë që tha dhe që vijojnë. Dhe sot ishte pamja kryeshnoshi për shprehje për Bacin Haxhi. Së shpejti dorë me dorë do t'i falenderoj të gjithë. Unë mendoj që këtu ka fjalën për kushdo, por këtu ka fjalën për vetvorrimin. Duke se është i përmbushur. Ka fjalën për vetvorrimin, sepse kur ka vdek prindi i tij, do thotë ata kanë pas kohë të mjaftueshëm, se ai me qëllim nuk është varrosa ditë kur ka vdek, që ka pas kohë të mjaftueshëm në mënyrë normale. Edhe më varros, por prit do të kanë pas mi 30 orë, mi 40 orë gati, të thëmë. Kanë pas afat ata që kanë mujtë me realizu, me pa pas dëshirë dhe vullnet, se ligj ka pas dhe të drejt ka pas. Prandaj thotë që unë të edha i fundit edhe të varri, sepse ishin mija qytetarë që ishin. Prandaj tha erdha i fundit të varri, dhe këtu ka kuptimin, unë mendoj që këtu është duke dhe duat jep. Mirë po më pëlqej mesazhi tjetër ku prap është më thonë që demonstron ose reflekton forcë, reflekton shpirt luftari, reflekton që është në betejë, po lajmëron që unë jam në betejë, të cilën patjetër që thotë do ta fitoj dhe një ditë dorë më dorë do i falenderoj të gjithë. Shpreh optimist dhe i sigurt për te një momenti piklusi pa shfaqur. Të thotë që nuk ka optimizëm. Të thotë që ka besim, sepse ai beson në drejtësi, prandaj edhe është bo kjo që disa edhe piquj tash ja krija i vetë, rreth vetë. Ai e ka krijuar sepse e ka ditë që nëse ka drejtësi do të rrin vetë. Tjetër pse bën mallëvërzimet pastaj. E tradhtit që bën brenda gjykate, tradhtit që bën brenda kuvendit që e ka bë ish parlamentar, kryeparlamentar Vjosa Osmani që pastaj e drejtoi, nuk e qenë në kushtetutën e Kosovës, po që në kushtetutën e tyre atje. Në kushtetutën e tyre atje dhe prandaj unë mendoj që këtu janë bolojna, por ky është i bindur dhe çdo njeri që din çka është drejtësia do të jetë optimist se këta do ta fitojnë pavajsi. U ballafaqua Kosova dhe me një debat teksa po raportoi për gjendjen e rënduar të babait të ish presidentit Bacis Haxhi, i shtrirë në ÇKUK. Po bënin dhe blofe politike, shaka, pa krip. Njerëz të ndryshëm në Facebook se ka veç alibi se nuk është se bërë tjera. Dhe në fund, deri në këtë mas, deri në këtë pikë ka arritur, deri në këtë deregje, nëse mund ta them, ka arritur kjo shoqëri. Për mua është jo njerëzore. Duhet të ishte e pa akceptueshme. Duhet të ishte pa kuptueshme. Por nëse him thellë në analizën e historisë popullit tonë, për mua nuk befason pse ndodhin to. Vetë fakti që jemi një popull që robrin kemi pa fillu ta kemi si këmish dhe si normale dhe u shliruam tek kur disa edhe atëherë na patën quajt huligane, çobane, bandite, kriminal, ju tek me shliru këtë Kosovë dhe për zonë këtë Kosovë bashku me forcat ma demokratike të NATO-s, ma elitë ushtarake, ata nuk mu i shkputen për realitetit të tyre të mirë që mendojnë ata kohën e ish komunizmit dhe pro-Jugosllavisë. Megjithatë, ky vend Haradinaj ka lirikë, ka shtetin, ka... Ky vend tash ka lirin, por mos harro se... Po si të mendohet ashtu, është rezultati i urrëties i një situatë që dikush mas e ka implantu. E kuptoj, po se mendohet me zemër, me shpirt dhe me drejtësi kështu është, si po thotë, po mos harro se ai tjetri që nuk e don lirin, ai tjetri që e ka dashur atë lloj robërie, të quajtur në ndërgjegje të lirisë, që e ka dashur atë lloj privilegji. Dhe pastaj mos harro, këtu kemi ndërgjegje të smura, këtu kemi inate për te, adhetarizm, kemi inate të pozita se pse se mund ta orë, pse se mund aty, kemi smirë, dikush harrojnë, fatkeqësisht tu kemi, harrojnë që liria e vendit nuk meriton nëse ai nuk o pjesë e saj. Mendon që duhet me sakrifiku lirinë e këtë vendit, ku përkundër të luftarë, të ushtrisë lirimtare kemi se thot pasuria, shpirti dhe jeta gjithë jemi dhe këtë familjes jemi dhe mirëqenia jemi nuk është asgjë karshi i vendit. Ne fatkeqësisht kemi njerëz që e mendojnë ndryshe të kundërtën. Dhe që historia do t'i gjetë shportin e mbeturinave. Por të shqetëson kjo punë? Apo jo, zot Jara? Mua më shqetëson sepse u bën 25 vjet që e shijun lirinë. Dhe tani unë mendoj që nuk janë njerëz të vetëm të hamendosur për këtë punë, por mendoj që kanë mision
shkatrimin, demonizimin e ushtrisë ligjëmtare të Kosovës dhe njerëzve që janë patriot. Mision. Unë mendoj që është mision. Pas 25 vite unë s'muaj që i ndryshi një njeri që shijon, që nuk i sheh punktet policore, që shijon lirin, që shijon lëvizjen e lirë, që shijon kapitalizmin, që shijon forcën për me punu, që nuk e ka pa kur torturën e problemet e familjarëve të tyne dhe prap nuk do të akceptoj, për mua është vetëm mision i zhbërjes dhe demonizimit të çdo gjëje që është pro lirisë dhe pro sovranitetit të vendit. Është në kajdet asaj se asi proverbi të keq që në shqiptarët edhe kem përmend për natit tim e srep dek djali. I nati është i jashtëzakonshëm. Kjo smir. I implantum, i vendosëm. Ashtu pra. Edhe nga Edhe rrit brenda qenies ti, e rrit brenda qenies ti, sikur si ne u ka me bënë 1.5 milion banor, ma pak se 1.6 milion banor. Me gjitha të Mos situata të harro, përjetimeve. prandaj po duhet të them aty, mos harro jemi populli më i vonë në Ballkan, në Evropë, në zemër të Evropës së Shtirun, gati 100 vjet. Nuk është krejtë rasti kjo. Vedia dhe gatishmëria për lirin, njerëz që as nuk e kanë as një pikë njerëz, ose se kanë buat njerëz një grim shqetësim, e kanë quajtur shqetësim luftën tonë, që duke pritë se do të jetë e shkurtë, edhe në fund do të ikim na, do të jetë Kosova ashtu që e ka pritë ta, llogarit nuk ja fal dhe mendon që u ka prish Terezia. Do thotë, njerëz që s'në gjendin një njerëz, vetëm një pikë njerëz me allon këtij vendi për lirin, kthehet dhe ta shpjegon patriotizmin dhe ta shpjegon se si duhet të desh dhe si duhet të jetë heroi.